Tani kalojmë pak tek shteti, krijimi i shtetit, Bektashi dhe monella e tyre. Ti bie shkurt fare unë? Jo shkurt, si shkurt. Do t'i bie gjatë? Gjatë vëlla, ta kuptojmë tani. Dal ti bie një shkurtun pasaj gjatë. Po, okay, bie një shkurt herë gjatë. Bie 2 herë, domethënë. Para 2 vjetësh unë kam cek shumë herë. Para 2 vjetësh unë të kam thënë këtë. Dhe kjo është deklaratë publike, në sekondën që unë do të vija në pushtet, të parin do të fusja në burg Mond Baba Xhaxha, çka ka emrin ai. Të parin fare, Të parin fare dhe krati do t'i lisja Edi Ramën. E kupton? Domethënë çdo njeri që ta themi kështu në formën e një rregulli, çdo njeri që guxon të cënoj tërsinë territoriale të shtetit shqiptar është armik dhe duhet trajtohet si i tillë. Kaq. Tash do t'i bie gjatë fare unë? Gjatë fare tani. Gjatë fare s'ka asnjë gjatë. Kush është Babamondi? Ç'ne Babamondi? Edhe një herë kuptojnë. Nga doli? Edhe një herë kuptojnë. Ku ka qenë? Kush e solli? Edhe një herë kuptoni këtë. Gjithçka, po e përsëris edhe këtë në formën e rregullit të përgjithshëm. Të gjithë krerët e institucioneve në Shqipëri janë njerëz që kanë bërë një lidhje, një mbarveshje me të huaj dhe ata janë këtu për të shfrytzuar prej tyre kundër shqiptarëve. Pa janë shqiptarë të daltanik, përderisa janë kaq tradhtar që bashkëpunojnë me të huaj për shkatruar dhe të shitur dhe për dëmtuar Shqipërinë. Dhe shqiptarët, shiko këtu. A janë shqiptarë më këta apo se kemi marrë pikpyetje me quaj shqiptar apo tradhtar? Jo, shqiptar apo tradhtar, dihet ajo tradhtar, çfarë shqiptar apo tradhtar? Ku ka shqiptar apo tradhtar? Shqiptar tradhtar. Jo, as shqiptar mos më vën si emër më atyre. Tradhtar. Po, në fund do mbetet ajo tradhtar. E kupton? Kuptoni një gjë. Shërbimet e inteligjencës që këtu e kanë bërë kështu, më kanë ngritur në çdo 10 metra kanë nga një shtëpi të tyren. Domethënë shtëpitë rezidencat e spionazhit. Ja, nuk e fillojnë më ashtu që të i thonë Altinit për shkakun që o Altin, tradhtoti Shqipërinë se po t'japim ne kaq para. Po, do ishte gjë e trash. Na shpjegoj pak të lutem. Do të ishte gjë e trash fare, asnjëri si fillon këtu. Ata e fillojnë me gjëra fare të vogla. Mjafton që ta bëjnë një çik pis fillimisht. Domethënë ta kapin qoftë edhe në një flirt. E kupton? Po. Ku ai të ketë frikë nga një ndëshkim qoftë edhe moral. Po. Mundet që ta kenë kapur në një vjedhje të vogël, e kupton? Apo në një akt tjetër, dhe këto nga dal e detyrojnë njeriu që të jepet, natyrisht një njeri që s'ka karakter, kuptohet. Po ata din të studiojnë, se prandaj janë shërbimet e inteligjencës që quhen të tilla. Se ata punojnë me hapa me 10 vjeçar. E kupton? Domethënë kur kanë purur Edin që kanë bërë këtë jetë që shikoni ju sot, ata kanë ditur që kur ka lindur Edi se çfarë do bëj. Se ishte i biri Kristaqit. E kanë ditur që ky njeri e ka korrupsionin në gjak, sepse e kanë parë gjatë gjithë kohës që ishte kryetar bashkie. E kanë parë çka ka bërë në Francë, si është sjell si alabak, si s'duhet ashtu, po kuptohet që njeri ata e kanë studiuar që ai mbi çdo gjë veten dhe pushtetin. E kupton? Dhe mbase njerëzit nuk e kuptojnë dot që unë kam pasur të tëra këto mundësi dhe kam vënë Shqipërinë para vetes, para pushtetit, edhe para familjes bile. Sepse unë kështu jam gatuar. Unë mund të bëj 1 milion gabime në botë, po kjo për mua është ajo vijë që nuk kalohet kur. E kupton? Për mua, Angel ti edhe familjen ty ta kanë shkatruar, se shumë nga ata që na ndjekin e dinë shumë mirë këtë gjë, se kemi thënë me 10 herë, të kanë dëmtuar nga familja, nga ana ekonomike, nga njerëzit tuaj, nga miqtë tuaj, nga shokët tuaj, kanë lënë fillikat. Edhe një herë mua më kanë edhe ti e ke marrë parasysh të kosto që ata më kanë asgjësuar nga të gjitha anët. Unë jam vetëm si frym në këmbë. E kupton? Ata s'më kanë lënë familje, nuk kanë lënë fëmijë, nuk kanë lënë nipër, mbesa, vëllezër, motra, siç ta kam thënë. Edhe vllai që më ka dhënë ata Ti e di që e ke pas dhe kishe këtë kosto Angel?
nuk besoja që do arrinin deri këtu. Kaq lart, ë? Jo, unë praktikisht, domethënë që njerëzit ta kuptojnë, unë kam mbaruar gjudevoja. Dhe nëse për një njeri sot thuhet, të shkojmë jashtë shtetit ndaj për te, për ne që ishim edhe të mbyllur, në atë kohë për mua për shembull, Parisi dhe New Yorku ishin maxi endra. E kupton? Dhe natyrisht ne ishim, unë që lexoja atë lloj literature e tjera, ishim e kishim rënjosur në veten tonë që Franca është një shtet super shtet, Amerika po ashtu, lulëzon demokracia, sundon ligji e tjera. Ata më prenë në besë në formën më të poshtër të imagjinueshme. E kupton? Dhe ju nuk as ide nuk mund ta keni që përveç shumë vuajtjeve të tjera, qa vuajtje shpirtërore kisha unë vetëm nga mendimi që të shikonja këta lloj njerëzish të poshtëroheshin kaq keq. Dhe nëse unë këta e kam përjetuar 20 vjet të shkuara, shqiptarët dhe gjithë bota po shikojnë tani që perëndimi, për shembull Amerika sot është në pikën e saj më fundore. E kupton? Është bërë qesharake në gjithë botën, po jo vetëm Amerika, të gjithë të tjerët. Domethënë, të gjithë të tjerët në kuptimin e perëndimit. E qartë. Kështu që njerëzit mos kujtojnë se një ditë të bukur doli njëri dhe tha Amerika është vendi keq, është vendi që na do të keqen. Unë kam 25 vjet që e vuaj këtë histori. 4 vjet unë kam mbajtur gojën mbyllur fare. Fare. Zguxonja askujt, bile kur më kanë elmuar 3-4 muaj rresht, më thoshin njerëz ti çka ke? E kupton? E unë thosha, le se ashtu është. Kam rënë në dashuri. Ose gjëra të tilla budo. Pse nuk e thoje gjë? Se do mbrisnin me forma të tjera. Do të godisni më fort. Po s'diskutohet. Po nuk diskutohet. Ku kisha unë, s'kisha asnjë lloj mbrojtje. Një huaj në një vend të huaj komplet. Pa asnjë lloj mbrojtje, pa para, pa dokumenta, pa punë, pa gjë. Ata sot më merrnin nesër më gjini si do donte qefi. Unë kisha, domethënë jetoja për një farë kohë në një vilë që domethënë të paktën syri ishte që do legalizoj në emrin tim së bashku me pjesën tjetër të paketës që më takonte sipas shërbimeve. Dhe më dhan për në Rom apo për në Rom, po. Dhe më dhan edhe kodiqe fiskale, domethënë më thosh edhe një herë për gjithë që ndoshta mund të kenë hyrë për herë të parë që të shohin cila ka qenë pozicioni yt në Rom. Edhe një herë, pozicioni im zyrtarisht ishte 0. Unë isha një njeri normal, një emigrant. Çfarë bëj? Emigrant. Me çfarë merresh në Rom? Po me punë nga më të ndryshme, në përgjithësi kamarier, po edhe në ndërtim, ashtu bojaxhi më thet tash, edhe në transport e tjera, po këto ishin punë që më jepnin mua mundësi